Qarqet e mëdha të veriut të Shqipërisë po përjetojnë një zbrazje të fortë të popullsisë në dekadën e fundit për shkak të përshpejtimit të një cikli të emigracionit jashtë vendit. Të dhënat e fundit të Instat tregojnë se gjatë 10 vjeçarit të fundit 2016-2026, Shkodra shënoi rënien më drastike në rang kombëtar me një humbje prej 25.58% të banorëve të saj, me mbi 50.000 persona më pak në këtë qark. Pas saj renditet Kuksi, i cili ka humbur 24.78% të popullsisë gjatë dekadës së fundit nga emigracioni i fortë i të rinjve në Britaninë e Madhe. Lezhë gjithashtu paraqet një situatë thuajse identike me një tkurrje prej 24.11%, duke dëshmuar se i gjithë brezi verior, bregdetar dhe fushor po përballet me ikje masive. Në të njëjtën linjë shqetësuese ndodhet edhe qarku i Dibrës, i cili ka regjistruar një rënje prej 22.49% të numrit të përgjithshëm të popullsisë së tij. Të dhënat zyrtare tregojnë se 4 qarqet kryesore të veriut po humbasin me një shpejtësi popullsinë në krahasim me të tjerat. Në rang kombëtar, popullsia e përgjithshme e Shqipërisë ka pësuar një tkurrje neto prej 14.23%, duke u paksuar saktësisht me 387.462 banor vetëm në 10 vitet e fundit, ku edhe qarqet e tjera të vendit janë të ekspozuara. Fieri për shembull ka humbur në dekadë 68.000 banor, që korespondon me një rënje prej 23% të popullsisë. Elbasani gjithashtu shënon rënje relative prej 21% të popullsisë në të njëjtën periudhë. Në Juglindje, Korça regjistron një tkurrje prej 22% të banorëve, e barabartë me 48.000 banor më pak në një periudhë prej vetëm 10 vitesh. Popullsia e Gjirokastrës u tkurr me 21%, duke vështirësuar ruajtjen e shërbimeve bazë në këtë qark, që përveç tkurrjes vuan edhe plakin e shpejtë. Ndërkohë Vlora ka pësuar një rënje për rreth 19%, duke u paksuar me mbi 32 banor, kurse popullsia e Beratit u tkurr me rreth 10%. Madje edhe Durrësi, një qendër e madhe ekonomike për shkak të portit dhe turizmit, ka pësuar tkurrin me 12% ose mbi 30.000 banor në një dekadë. Kryeqyteti është qarku i vetëm që ka shënuar një rritje modeste për 1.25% të popullsisë, duke shtuar në total rreth 9.428 banor të rinj për gjatë kësaj dekade. Si rrjedhoj e emigracionit të brendshëm, Shqipëria popularizohet me shpejtësi rreth një pike të vetëm urbane, teksa Tirana zero let, të gjitha rajonet e tjera po përballen me plagje dhe tkurrje të popullsisë. Të dhënat e vitit 2026 tregojnë se balanca demografike ka ndryshuar në mënyrë të pakthyeshme, por veriu i Shqipërisë mbetet vatra më e prekur, ku braktisja po ndodh me ritme më të shpejta dhe shqetësuese.